Përshëndetje miq të vegjël. Sot do të udhëtojmë bashkë në një botë shumë të rëndësishme për të gjithë ne, botën e rregullave të trafikut. A e keni menduar ndonjëherë se çfarë do të ndodhte nëse makinat, biçikletat dhe këmbësorët do të lëviznin pa rregulla? Do të kishte shumë rrëmuj dhe askush nuk do të ishte i sigurt. Por, fatmirësisht, ne kemi shenjat e komunikacionit dhe rregullat rrugore, të cilat na ndihmojnë të udhëtojmë të sigurt, si në makinë, ashtu edhe në këmbë. Për shembull, kur jemi në rrugë si këmbësor, duhet të kalojmë vetëm në vendkalimet e shënuara dhe të shikojmë nga të dyja anët para se të kalojmë rrugën. Nëse ka semafor, duhet të presim që drita të bëhet e gjelbër, ndërsa për shoferët, ata duhet të respektojnë kufirin e shpejtësisë, të ndalojnë kur drita është e kuqe dhe t'u japin përparësi këmbësorëve në vijat e bardha. Por si mund t'i mësojmë më mirë këto rregulla? Sigurisht duke luajtur dhe krijuar vetë një qytet të vogël. Së bashku morëm stiropor dhe karton për të ndërtuar ndërtesa të ndryshme: shtëpi, shkolla, spitale dhe dyqane, sikur të ishim arkitekt të vërtet. Pastaj, me qese plastike të zeza dhe letër të bardhë, krijuam rrugët dhe vendkalimet për këmbësorët, ku njerëzit mund të kalojnë në mënyrë të sigurt. Por një qytet nuk mund të funksionojë pa shenjat e komunikacionit, apo jo? Kështu që ne përdorëm kartonin për të krijuar shenjën stop, shenjën e kalimit të rrugës për këmbësor, si dhe semaforin me dritat e tyre të kuqe, të verdhë dhe të gjelbër. Apo më tregon mua se çfarë ke mësuar sot? Po më tregon atje të ngjyrat e semaforit. Cila është ajo ngjyra atje më së lartë? E kuqe. Kuqe, bravo. Po ajo në mes? Ngjyra e? E verë. E verdhë. Po ngjyra krejt atje poshtë në semafor? E gjelbër. E gjelbër, bravo. E çka na tregon ngjyra e gjelbërt? Më nis. Që të nisemi, po e kuqja? Më ndal. Me ndalu, bravo. Më tregon mua se çfarë bëjnë policia atje te rruga. Cila është detyra e tyre? Me na ndalu nëse ne nuk sillemi shumë mirë, apo jo? Më ndal. Më trego mua se çfarë është kjo? Kjo për me bo stopin. Është stopi, kur e përdorim neve stopin? Ja bëjna stop kjo për kësht me marrë kësht më hec. Pas ndërtimit të qytetit ton, erdhi koha për të luajtur role. Disa fëmijë u veshën si policë dhe u kujdesën që të gjithë të respektonin rregullat. Ata përdorën makinat e tyre të policisë dhe ndihmuan këmbësorët të kalonin në mënyrë të sigurt. Por prisni pak. Duket se dikush e ka tejkaluar shpejtësinë. Policia nuk humbi kohë dhe menjëherë ndaloi shoferin e shpejtë. Pas një diskutimi serioz, ata i shkruan një gjobë dhe papritur nisën të kërcenin nga gëzimi. Me sa duket, të qenit policë nuk qenë ka vetëm punë serioze, por edhe punë me ritëm. Ndoshta herën tjetër, para se të merrni një gjobë, duhet të kontrolloni, a ka muzikë në sfond? E dini çfarë tjetër kishim? Një makinë zjarfikëse. Nëse dikush kishte nevojë për ndihmë, zjarfikësit ishin gjithmonë të gatshëm të ndihmonin. Kështu, të gjithë bashkë ndërtuan një qytet të sigurt dhe mësuam se sa e rëndësishme është të respektojmë rregullat e komunikacionit. A më tregoni ju mua se ku është vendi i duhur që ne me e kalu rrugën të sigurt? Te vijat, e? Të vijat se janë zebrat. Zebrat. Po, pra, çfarë ngjyre kanë zebrat? Vijat e zebrave? Borë. Ngjyrën e bardhë. Çka është një shenjë që na tregon neve që ne mundemi aty me e kalu rrugën? Si duket ajo? Ajo duket si kërkar. Duket si kjo këto, apo jo? Është një njeri duke kalu rrugën në zebra. Këto janë zebra, vijat e bardha dhe të zeza, duken si zebrat, prandaj e kanë marrë këtë emër. Edhe ky është një njeri që po e kalon rrugën. Çka po na tregon kjo neve? Për na tregon për me kalu. Me kalu rrugën të sigurt, bravo. Dhe tani, miq të dashur, dua t'ju kujtoj një gjë shumë të rëndësishme. Kur ecim në rrugë, duhet të jemi gjithmonë të kujdesshëm. Respektoni shenjat. Shikoni nga të dyja anët para se të kaloni rrugën dhe gjithmonë dëgjoni këshillat e prindërve dhe mësuesve. Sepse vetëm kështu të gjithë mund të lëvizim të sigurt dhe të lumtur në rrugë.